Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Besimtarët musliman festojnë sot natën e Kadrit, nata më e rëndësishme e Ramazanit, thot imami i xhamisë së Lushnjës, Alban Puka. Besimtarët musliman festojnë sot natën e Kadrit, ndërsa muaji të shenjtë të Ramazanit po i vjen fundi. Nata e Kadrit është një natë e bekuar e muajit Ramazan më e vlefshme se 1000 muaj, ku zbresin ëngjëjt dhe vendosin mirësitë dhe fatet e njerëzve për vitin e ardhshëm. Në këtë natë besimtarët musliman kalojnë kohën në namaz, lexojnë Kur'anin, bëjnë lutje dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre. Lutjet e bëra në natën e Kadrit kanë një vlerë të veçantë dhe se Zoti i pranon më lehtë ato, thot imami i xhamisë së Lushnjës, Alban Puka. Erdhi nata e madhe, nata e Kadrit, në cilën zbriti Kur'ani famlart si udhëzim, paqe, mëshirë për gjithë njerëzit. Për gjithë ata që duan të afrohen tek Zoti i tyre, le ta agjerojnë këtë natë begat, e cila mbizotron mbi të begatia, mirësia, urtësia e Zotit dhe paqja për gjithë njerëzit. Prandaj neve lutim Zotin e gjithësisë, për neve, familjet tuaja, për vendin tonë, për qytetarët, për vëllezërit dhe motrat tona, për bashkëkombësit tonë, që Allahu të zbresë mbi ta paqen dhe dashurinë, mirëqenien dhe respektin e ndërsjell, duke dashur që me vërtet të mbizotrojnë në shtëpitë e tyre begatia dhe mirësia. Agjerojeni këtë ditë dhe këtë natë të bukur dhe qoftë mëshira e Zotit mbi ju dhe familjet tuaja dhe të gjithë besimtarët kudo që ndodhen. Imami uron besimtarët musliman lushnjar dhe jo vetëm në natën e Kadrit, begati dhe mirësi në familjet e tyre, por edhe besimtarët e besimeve të tjera, të cilët gjithashtu festojnë natën e Kadrit duke treguar harmoninë fetare. Kjo është nata në cilën nëse njeriu e baraspeshon atë me llogaritë saktuar, i bie që të ketë agjëruar 83 vjet. Pra, nata e Kadrit, që thot Zoti në Kur'anin e Kerim, është më e vlefshme se 1000 muaj. Pra, nëse besimtari agjeron dhe i jep asaj të drejtën që i takon, pra ai ka arritur të gjithë në vitin edhe jetën e tij në agjerim dhe adhurim ndaj Zotit. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ne të neglizhojmë në të drejtat e njëri tjetrit respektin ndaj tyre, ndaj prindërve të afërt dhe familjarëve, sepse ato janë plotësuese këtyre vlerave. Prandaj i uroj të gjithë vëllezërve dhe motrave kudo që ndodhen të begati mirësinë familjet e tyre, të gjithë bashkëkombësve të mi, brenda dhe jashtë vendit, që Zoti t'i bekatoj dhe të gjithë komunitetet tjera fetare, që Allahu t'i bashkojë zemrat e tyre në një besim të vetëm në adhurimin e një Zoti, Zoti ju bekatoft të gjithëve. Dyfishojnë çmimet e plerave kimike. Fermerët e Varibopit në Fier ankohen se rrezikohet prodhimi që mund t'i çojë ata në falimentim. Dyfishimi i çmimit të pesticideve dhe plerave kimik ka vënë në vështirësi të mëdha fermerët e Varipopit në Fier. Në këtë periudhë të krahasitjes dhe plerimit të ullinjve, ata pohojnë se krahasuar me vitin e mëparshëm, dapi dhe ureja nga 40.000 lekë të vjetra për kuintal ka arritur në mbi 70.000 lekë, duke bërë situatën të papërballueshme për fermerët. Ata pohojnë gjithashtu se për shkak të lagështirës së madhe në këtë sezon, ullinjt kanë nevojë të spërkaten 2 deri në 3 herë, por me këto çmime është e pamundur. Tani është faza që ne fermerët fillojnë me krahasitjen e ullirit. Fillojnë plerimet dhe stina. Klima që kemi ka qenë një klimë jo favorizuese për bimin që kemi në lagështi e tepërt. Edhe duke pasur lagështi edhe ca ashtu bima do trajtuar me plera kimike, që kosto këtyre ka arritur e përballueshme për fermerin sot. Që flasim kanë arritur deri në 2 fish rritja e çmimit të dapit dhe të ures. Ne na bën vështirësi shumë të mëdha dhe kemi shumë familje të cilët kanë investuar goxha, por që po i lanë sepse nuk kanë mundësinë. Jam këtu në emigrimi, kam mbjell 1000 rranj ullinj. Dhe këtu është shumë kosto e lartë për të përballuar. Plerat janë shumë të shtrenjta. Jemi në fazën e krahasitjes, të bëjmë me gurkal, dispërkazën e bëjmë se ka shumë smundje, ka shumë insekte. Çmimet janë shumë të larta. Të plerojmë, të bëjmë. Fuqia punëtore na mungon. Jemi shumë në hall të madh, vaj nuk shitet, ulli nuk shitet. Kam 1 tonë gjysmë vaj pa shitur. Fermerët gjithashtu tregojnë se për shkak të çmimeve tepër të larta të pesticideve dhe mungesës së fuqisë punëtore, shumë nga ata i kanë braktisur tokat e mbjella me ullinj, duke i lënë pa vjel, pa pleruar dhe pa krahasitur. Nuk shitet, me 300 lekë të vjetra shitet ulliri. 300 lekë. Mua së më leverdis, kote di shkulli ka mbjell ullin do t'i shkull të qenë. Që si përballoj do t'as me plera, 9.000 leka, 100.000 leka kumtali pleut.
Katër merë që nuk po i spërkasin? Do t'i heqim fare, t'i lem tokat, s'kem që bëjmë. Dhe çfarë do bëni pastaj? Që do bëjmë, do ikim, do emigrojmë jashtë shtetit, do ikim, që do bëjmë? Fermerët e kësaj zone kanë të bazuar ekonominë e tyre familjare te kultura e ullirit, dhe dështimi me të i çon pashmangërisht drejt falimentimit. Ata apelojnë një zëri për ndihmë nga shteti dhe e theksojnë se nuk kanë përfituar asnjëherë subvencione. Shqiptarët nuk përballojnë dot jetesën. 24% e familjeve spaguajnë në kohë faturat sipas të dhënave të Eurostat. Rreth 24.2% e familjeve në Shqipëri rezultojnë të kenë pagesa të prapambetura që lidhen me qiranë e shtëpisë, fatura shërbimesh, energji, ujë, ngrohje apo blerje të pronave me këste, sipas të dhënave të Eurostat që i takojnë vitit 2023. Ky nivel është dukshëm më i lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian, e cila në 2023 qëndron rreth 9 deri 10% dhe e pozicionon Shqipërinë ndër vendet me vështirësi të lartë për të përballuar kostot e banimit pas Greqisë, Maqedonisë së Veriut dhe Turqisë. Kjo përqindje e lartë e familjeve që nuk përballojnë faturat e shtëpisë tregon se një pjesë e konsiderueshme e tyre janë financiarisht të brishta, të ekspozuara ndaj goditjeve të vogla ekonomike, rritje çmimesh, humbje të ardhurash apo shpenzime të paparashikuara. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, situata është përgjithsisht më problematike se sa në Bashkimin Evropian, por Shqipëria mbetet ndër vendet me nivelin më të lartë të vështirësive. Situata në vitet në vijim mund të vijë në përkeqësim për shkak se çmimet e shtëpive në Shqipëri janë duke u rritur më shpejt se pagat, sa kaq kostot e jetesës po rriten në tërësi, duke bërë menaxhimin e faturave që kërkon shtëpia edhe më të vështirë. Arrestohen disa shtetas nga policia e Lushnjës dhe e Fierit për vepra të ndryshme penale. Policia e Lushnjës ka vënë pranga një shtetas se ka dhunuar bashkëjetuesen e tij. Sipas njoftimit të policisë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë shoqëruan shtetasin PL 30 vjeç banues në Lushnjë, pasi për motive të dobta ka ushtruar dhunë ndaj bashkëjetueses së tij. Gjithashtu në momentin e shoqërimit, ky shtetas ka hedhur anës rrugës një qese të vogël me lëndë narkotike kanabis. Në vijim të veprimeve procedurale, specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve të DVP Fier arrestuan shtetasin PL për veprat penale, prodhimi dhe shitja narkotikëve dhe dhunë në familje. Po nga specialistët për hetimin e narkotikëve u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin MÇ, 43 vjeç, banues në fshatin Ferm Çlirim, pasi nga kontrolli fizik i u gjet dhe sekuestrua një sasi lëndë e dyshuar narkotike kanabis. Ndërkohë, specialistët e qarkullimit rrugor të DVP Fier arrestuan shtetasit MŠ 32 vjeç banues në fshatin Zhelizhan Lushnjë, pasi drejtonte automjetin në gjendje të dehur, dhe BS 52 vjeç banues në Fier, pasi duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur është përplasur me një automjet me drejtuese shtetasen SHG 27 vjeçe dhe më pas është larguar nga vendi i aksidentit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Presidenti Amerikan Trump paralajmëron NATO-n. Do e keni punën pisk, po s'na ndihmuat me ngushticën e Hormuzit. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëroi NATO-n indiferente ndaj konfliktit me Iranin për një të ardhme shumë të keqe, nëse nuk ndihmojnë për hapjen e ngushticës së Hormuzit. Shefi i shtëpisë së bardhë i tha Financial Times se vendet që përfitojnë nga kjo rrugë detare duhet të ndihmojnë në sigurimin e saj. Është plotësisht e arsyeshme që njerëzit të cilët përfitojnë nga ngushtica të ndihmojnë për të siguruar që asgjë e keqe të mos ndodh atje. Në bazë të kësaj logjike, Trump kërkoi edhe ndërhyrjen e Pekinit. E madje paralajmëroi se nëse Kina nuk ndërmerr asnjë hap kur siguron nëpërmjet kësaj ngushtice 90% të naftës së saj, ai mund të shtyjë një samit të planifikuar me presidentin kinez. Të shtunën Trump u bëri thirrje vendeve të dërgojnë anije luftarake për të mbajtur të hapur këtë rrugë të ngushtë ujore për transportin detar, ndërsa forcat iraniane vazhdojnë sulmet pas goditjeve të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit. Ai tha se shpreson që edhe vende si Kina, Franca, Japonia, Korea e Jugut dhe Britania të dërgojnë anije në zonë. Kur ju kërkua të specifikonte ndihmën që dëshiron të marrë prej tyre, Trump ju përgjigj Financial Times se kjo mund të përfshi anije për pastrimin e minave dhe mjete të tjera ushtarake për të neutralizuar dronet dhe minat detare. Irani e mbylli ngushticën pasi Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulme kundër tij më shumë se 2 javë më parë. Nëpër këtë rrugë të rëndësishme detare kalon rreth 1/5 e të gjithë naftës globale dhe gazit të lëngshëm natyror.
Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.